kishe shkëlqy më shumë se hëna në këtë spektakël jashtëzakonisht të veçantë të zbulimit të talentëve të ri në Finland. Do doja që të më jepje përshtypjet, emocionet dhe pritjet që ke pasur nga ky prezantim për herë të parë në Finland, por jo për herë të parë në një format të tillë të talent show-ve. Në fakt, ka qenë një sfidë për mu, sepse kam vendosur me marr atë hap për karrierën edhe me vendosur me shku në The Voice of Finland. Kanë qenë emocione shumë të mëdha, se normal është ëndër edhe kam dëshirë që me fillu mi marr atë hapa të parë, por që ka rezultuar shumë mirë dhe jam shumë e lumtur me suksesin. Gëzohem shumë. Hana, performanca ishte vërtet e veçantë. Jashtëzakonisht e bukur dhe e vlerësuar shumë prej jurisë në fjalë. Por si po ndjet Hana pas gjithë atyre komenteve, lajmeve pafund të portaleve, jo vetëm shqiptare, por edhe të Finlandës ku ti jeton, për këtë performancë të veçantë? Në fakt po ndihem shumë mirë dhe shumë krenare. E vreja ashtu që ja kom nis tash ashtu më duk kështu tamam reale, se hala nuk kom mujt me besu shumë derisa o transmetu edhe performanca dhe pysha tash këto lajme dhe komente pozitive dhe po ndihem shumë mirë dhe shumë faleminderit krejtëve për mbështetjen. E meriton i dashur, e meriton vërtet shumë. Po prej nga guximin të zgjedhje një këngë kaq të vështirë, How Am I Supposed to Live Without You është njëra prej këngëve më të vështira për të kënduar dhe ke realizuar për mrekulli. Biles mua mu do këtë më e veçantë se sa kur e këndon Mariah Carey. Shumë faleminderit. Po, në fakt ju mënu me pru në atë versionin tem që me mujt me qenë sa ma vetvetja atë. Edhe besoj që ka rezultu shumë mirë. Shumë faleminderit. Më vjen shumë mirë, Hana. Tani, kjo nuk është hera parë që Hana merr pjesë në një format të kësaj natyre. Vite më parë ke marrë pjesë edhe në The Voice of Albania. Të ka ndihmuar sa do pak kjo, nëse mund të themi kjo eksperiencë, që është e një niveli krejtësisht tjetër me atë që ke përjetuar në Finland? Po, në fakt, në The Voice Kids of Albania kam qenë vetëm 10 vjeçe kur kam marrë pjesë, kështu që është një kohë shumë e gjatë, edhe me ju tregu drejt, tash kjo performanca në The Voice of Finland më ka duk shumë ndryshe, se ka kalu shumë kohë e gjatë edhe nashta më ka duk si me dalë për herë të parë në skenë, po prap e kom arrit me menaxhu emocionet edhe krejt stresin që e kom pas, po besoj që më kanë ndihmuar edhe sa do pak me skenën edhe kom ditë pak a shumë që shkon formati.